plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se jemi 96 deputet të pranishëm në sallë, andaj mund të fillojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dhe 29 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e 3 deputet kanë dhënë votën për, 1 ka qenë kundër, abstenim nuk ka. Ndërpritet seanca, shihemi me 2 qershor në orën 10:30.